Faleminderit, zoti kryetar. Në fakt do të falenderoj në atë parë se më dhatë mundësinë që t'jem në këtë sallë, zoti kryetar. Do ta filloj nga ajo që ndodhi javën e kaluar. Është një skandal i vërtet që në mënyrë totalisht arbitrare, pas një vendim, pas një komunikim, pengohet hyrja një deputeti të opozitës në Kuvendin e Shqipërisë. Unë e dija shumë mirë që nuk mund të hyja në këtë kuvend, në kuvendin e korrupsionit, në kuvendin e atyre që u kanë nxirr jetën qytetarëve shqiptar për plot 35 vjet. E dija që nuk isha për t'ja dalë. Por të gjithë duhet të shikonin se çfarë bëni ju, se si trajtoni ju opozitarët, se si trajtoni ju deputetët e opozitës, se si bëni ju me rregulloren, me këtë institucion sikur ta kishit pronë private. E trajtoni këtë parlament sikur është i juaj. Nuk mund të më lejoj mua, zoti kryetar, të isha në këtë kuvend javën e kaluar, sepse do vinte Edi Rama. Dhe Edi Rama nuk mund të katandisej si herën e fundit, si një njeri i lodhur, një kryeministër i rëndomt, për të cilin për në ka pothuajse 2 muaj që qytetarët shqiptar kanë dalë dhe kërkojnë dorëheqjen e tij. U vjetërsua brenda ditës në fakt. E pat, nuk e ka më, jo vetëm moralin, por nuk ka as kurajën të reagoj. Nuk thot dot më, jo, s'është e vërtet, se jemi të korruptuar. Nuk thot dot më që nuk e dija unë se qa bënte Belinda Balluku, sepse në këtë kuvend, për herë të parë në historinë e Shqipërisë, një korruptuar mbrohet me votat e majorancës. Edi Rama si ka dalë boja. Nuk përballet dot Edi Rama me opozitën. Nuk e bën dot më. Dhe çfarë bën tani? Si një autokrat i rëndomt, në vend të vi këtu, të japi llogari, të përballet këtu me opozitën, mbledh grupin parlamentar, mblidheni gjithë bashkë aty në mbledhje partie dhe kryeministri praktikisht ju flet juve. Nuk vinë më këtu në këtë parlament. Ky është skandali. U mbledh juve në mënyrë patetike, kokën poshtë, të gjithë aty, dhe çfarë bën në mënyrë të pafytyrë. Të pafytyrë tallet me një zonjë. Tallet me një zonjë. Është zonjë. Me një zonjë të pamundur. Zgërdhije Taulanti. Një zonjë të pamundur. Thot, shko qa bëjnë këta. Se ai nuk i shikon dot këta, nuk ekzistojnë për atë. Ai bezdiset nga varfëria. Ai bezdiset nga njerëzit e pamundur. Shqetësohet, bezdiset dhe imiton. Dhe imiton. Me pa turpësi ju, vut pak në siklet paktën, kur ai tallej, u vut pak në siklet apo jo? Tallet me një zonjë, aq mundsi ka ajo shkret. Pse vjen këta tani dhe protestojnë? Po pse nuk do të protestojnë ata? Pse çat keq e ka? Çat të keq e ka për njerëz që kanë qenë të braktisur për 35 vjet, që si ka para askush, nuk ja ka hedhur syt askush. Çat keq e ka që të bëjnë pjesë e një proteste, të vënë aty, me ato mundësi që kanë. Çfarë të keq e ka? Pse? Se ju bezdis juve pasurinë që keni vënë ju në kurisë të tyre, sepse denancoj se psi i keni vjedhur ju. Kjo ju shqetëson. Kjo ju shqetëson. Shqetëson Taulantin. Shqetëson Taulantin i shkreti. I shkreti Taulant, 20 vjet Taulanti, 20 vjet se vajta pash Taulantin me që po shikon të pronat e mija, ta shkoj Taulanti, ka pronat Taulanti, s'ka.